Jemi këtu me sesionin e radhë se kemi një mysafir tjetër të veçantë që vjen nga fusha hotellerisë nga Courtyard by Marriott and 4 Points by Sheraton, që kanë qenë edhe mbështetës tonin në këtë rrugtim Power to i gjarë. Mirë se erdhët në këtë event. Mirë se gjeta, faleminderit shumë Ngili për ftesën, ju përgëzoj për këtë event kaq të madh, edhe që gjithçka po ecë shumë bart. Si ka shku bashkëpunimi juj edhe si po ndjeni sot me taku shumë profesionist edhe kolegët juj? Shumë mirë, në fakt kypit e kalon ato përmasat edhe rajonale, është po gati kontinentale me pjesëmarrje. Kem taku shumë njerëz, kem bisedu, kem diskutu. HR-i për me rolin që normalisht i takon në fushën e vetë, është për t'ju përgëzu normalisht për këtë arritje kaq të madhe me një përfshirje kaq gjatë njerëzve. Faleminderit shumë. Ju si kompani të dyja së bashku, pra keni vendosur një standard në fushën hotellerisë, një branding i cili nuk i nevojë dhe shumë e prezentu, sepse tashmë dihet. Si është për juve me kriju një profil kaq serioz dhe një vend pune të cilin shumë punojnë se lakmojnë? Normalisht, kur je pjesë e brandit nuk do të thotë që duhet të angazhohesh shumë për të bërë diçka më ndryshe. Nga se i gjanë gjitha të gatshme, Marriott është një brand amerikan me prezencë globale, dikun 9.000 hotele në barë botën, dhe vetë eksperienca e tyre është bartë edhe në Kosovë. Do thonë, për ne ka qenë shumë lehtë me fillu punën. Jemi që 5 vite në tregun e Kosovës. Ajo që brandit të ofron është siguria, është standardi që të ofron krahasim me vende tjera ose me konkurrentë të tjerë. Brendi të mbron në farë mënyre e ki një protektiv para vetës që të ndihesh shumë rahat kur i ki gjitha policies, gjitha rregulloret të vendosura në vend dhe vetëm për obligim me implementu dhe me mëkqyr implementimin e tyre. Prandaj është përveç që është privilegj, është kënaqësi, por është edhe një përgjegjësi shumë e madhe, nga se nuk e prezanton vetëm veten apo vetëm kompaninë vendore investuese, por të njëjtën kohë e prezanton edhe Marriottin, rrjetin më të madh global të hotellerisë në botë. Vazhdimisht jeni duke e rekrutu stafin edhe di që mundoni me qenë seleksionues që me mbledh më të mirët. A na tregon pak cilat janë ato benefitet që i ofroni që me tërheq talent sa më të mirë? Po, që prej ditës parë kur ka fillu hoteli parë 4 Points by Sheraton, në korrik 2020 në mes të pandemisë, definitivisht ka qenë projekt shumë i suksesshëm, sepse kemi bën një ta quaj hunting të njerëzve që vërtet e dojnë punën. Benefitet që na i ofrojmë, normalisht paga është shumë e nevojshme në kas të ditë sotmit, por ajo që është e nevojshme janë benefitet dhe trajtimi se që i bëhet stafit. E përmenda edhe dikun tjetër, ai slogani mbi të cilën na punojmë si pjesë e Marriottit është që nëse ti kujdesesh për stafin, stafi do të kujdeset për klient. Dhe kjo ka funksionuar shumë mirë deri më tani. Përveç pagës që është kompatibile në tregun e Kosovës, i kem disa benefite shtesë që është pjesë e Marriottit. Kemi pjesën upselling të stafit që janë në kontakt me klient. Kemi pjesën e merit increase që shumë kompani nuk e bëjnë, por që është e rëndësishme, na si politikë kompanisë kemi rritjen paga në baza vjetore, në bazë të indikatorëve ekonomik. Normalisht, nëse të hyrat e kompanisë janë pozitive, nëse inflacioni është i lartë, automatikisht na ndërhyjmë që pagat të jenë në nivel me standardin që ofron vendi jonë. Por vetë të qenit pjesë e brandit është një benefit, nga se na përveç këtyre benefiteve ofrojmë trajnime shtesë, të cilët njerëzit përfitojnë eksperienca dhe cilët mund të lëvizin në tregun e punës kudo në botë, në çfarëdo hotelin Marriottit, nga se të qenë pjesë e Marriottit ti antarësosh automatikisht në sistemin e tyre, platformën e tyre, dhe të hap një dritare të re që ti mund të ecësh përpara në karrierën tënde. Na nuk kemi plan që njerëzit që vinë të rrinë gjithmonë te ne, normalisht kërkojmë nga ata që të rriten. Kemi shumë raste ku në kompaninë tonë njerëz kanë filluar me pozita shumë të ulta dhe sot janë menaxherë departamenteve apo edhe menaxheri hotelit është pjesë e jona që ka dhënë nga ne, është rrit, është zhvillu dhe sot e udhëheq një hotelin më të mirë në Kosovë 4 Points by Sheraton. Sa i përket pjesës së rekrutimit, po është shumë mirë. Njerëzit po reagojnë kur shohin që është Marriott, edhe pse ka ankesa se ka ra numri kërkuesve për punë, por e ndaj atë bashkëpunim e shkëlqyeshëm që kemi me Kosova Jobsin,
dhe kur ti në një shpallë për 35 persona i kimi 2000 shikime dhe i kimi 260 aplikacione, kjo është vërtet për me për të vlerësuar se njerëzit ende besojnë se në Kosovë ka mundësi me gjetë një vend të punë të sigurt dhe vend të mirë. Dhe mundoni me integru gjitha pozitat edhe... Po, fatmirësisht kjo fusha atelieris jep hapësirë gjithkujna, në kuptim prej pozitës menaxheriale deri në pozita operacionale. Ka pozita që vërtet kërkojnë kualifikim të lartë, siç shumica ose 50% e stafit janë gjinisë femërore dhe shumica e tyre janë edhe përfshirë në pjesën menaxheriale, por janë disa pozita specifike që nuk kërkojnë një edukim të lartë apo kualifikim të lartë, por që kanë mundësi me u punësu tek na. Ka ndodhur në hotelin 4 Points për pozitat mirëmbajtëse të dhomave, ndihmës kuzhiniere, enlartëse, që kemi edhe pjesë për gjinisë mashkullore, por shumica janë pozita për femra njerëz të cilët nuk kanë punu kur, nuk kanë mund mjë qasë tregut punës, dhe na e kemi ofruar këtë mundësi, duke i tërhiq ata, duke i ofruar një pak solide, një punë të mirë, dhe me cilën mund ta mbështesin edhe veten, po edhe familjen e tyre, të njëjtën kohë të integrohen në shoqëri përmes programeve që i kemi na në Marriott. Marriott ju kushton shumë rëndësi dhe pjesës well-being, të qenit mirë, apo balanci mes jetës dhe punës, mirëqenies mes njerëzve. Balanci mes jetës dhe punës është shumë i rëndësishëm, nga se nëse njerëz nuk janë të kënaqur apo nuk kanë një jetë mirë, është shumë vështirë që ata ta interpretojnë apo ta përkthejnë në fuqi punëtore. Dhe kësaj pjese ne vërtet i kemi kushtuar rëndësi shumë. Kemi shumë aktivitete në ngritjen e mirëqenies njerëzve, kemi aktivitete në ruajtjen e ambientit, siç kemi qenë vjet, kemi marrë pjesë në një aktivitet në lagjën ku jetojmë, duke i mbështet apo duke kujdes edhe për ambientin aty, kështu që është një multikulturor ambient, cilët njerëzit edhe pse vinë nga vendet tepër rurale, por mundësia e tyre më integruar shumë e madhe. Faleminderit shumë, faleminderit për këtë intervistë dhe gjitha këto detaje që shpalosë, dhe kurdo që shaj intervistën, t'ju bashkohet në të ardhmen, ka shumë mundësi me u ngrit. Patjetër, kënaqësi, faleminderit gjithë.